është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kem të radhës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdixhikun. Takimi ishte i hapur, i sinqert, diskutuam për mundësitë dhe vështirësitë e konstituimit të institucioneve të legjislaturës së 11, meqense dje u bë betimi i 120 deputetëve që përfaqësojnë vullnetin e popullit të shprehur në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam i bindur që përqëndrueshmëri përpara, që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që padyshim, sikurse ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi i zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetër fare, andaj kjo do shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rezultati zgjedhor është i tillë çfarë është, ai është vullneti i popullit dhe ne nuk mund bëjmë si lëvizje vetëvendosje një marrëveshje e cila do ta zëvendësonte vullnetin e popullit, do ta deformonte rezultatin zgjedhor. Ne dolëm fitues të 53 ulëseve në Kuvendin e Republikës Kosovës, do të thotë kemi 53% të shumicës shqiptare në vendin tonë dhe kjo do të ishte pra edhe më lartë sikur të mos ishin ulëset e rezervuara. Ndërkaq në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka 18 deputet. Tash ne duhet ta reflektojmë në marrëveshje politike këtë raport të cilin e kemi të ulëseve në Kuvendin e Republikës, sepse ai është rezultati drejt për drejt i vullnetit i votave të qytetarëve në zgjedhjet e lira dhe demokratike. Sikurse herën e kaluar, ne jemi të interesuar që të bashkëqeverisim me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në përputhje me ulëset të cilat i kanë në Kuvendin e Republikës për legjislaturën 11, por sa ta konstituojmë, njëkohësisht i kenë edhe resoret e veta ministrore prej pozitës së zëvendës kryeministrit me disa ministri. Tash e di që kohëve të fundit është përdorur shumë shpesh kjo shprehja apo tok fjalëshi balans demokratik. Mirë po, për brenda sistemit tonë zgjedhor tashmë është balanci demokratik, meqense Kosova është një zonë zgjedhore dhe përveç kësaj sistemi është proporcional. Pra, për brenda sistemit është balanci demokratik. Dhe çfarë ofrojmë ne është që në përputhje me rezultatin zgjedhor ta ndajmë përgjegjësinë me resore ministrore në ekzekutiv. Gjithashtu kushtetuta e ka paraqo balancin edhe në kryesinë e kuvendit. Ju e dini që subjekti i parë ka kryetarin dhe nënkryetarin, po ka edhe 4 nënkryetar të tjerë. 2 prej të cilëve janë prej partive më të mëdha opozitare shqiptare dhe të tjerët janë prej pakicave. Pra, balanci demokratik është për brenda vetë kushtetutshmërisë, për brenda vetë ligjshmërisë, për brenda vetë sistemit dhe procesit zgjedhor. Aty është balanci demokratik. Dhe ajo çfarë prej neve kërkohet është marrëveshje politike mbi vullnetin e popullit, mbi vullnetin demokratik. Pra, piknisja jonë është vullneti demokratik.